Zëdhënësja e antikorrupsionit në PD, Genta Vangjeli, ka denoncuar se qeveria po rrëmben pronat private dhe po rrezikon jetën e qytetarëve në Kodër Babru. Vangjeli tha se në pronat private të rrëmbyer nga qeveria do të ndërtohet një fabrik demontimi armësh. Qeveria po rrëmben pronat private dhe po rrezikon jetën e qytetarëve në Kodër Babru, Tiranë. Ata u shprehën se një skandal i madh po ndodh me pronën private të familjes Dervishi. Pronat me numër 173-174 të njohura nga kadastra si pronë e kësaj familje janë kaluar te Ministria e Mbrojtjes për llogarit kompanisë Kajo, pa transparencë, pa sqarim publik dhe pa respekt për drejtën kushtetuese të pronës. Sot toka e qytetarëve është e rrethuar me portë hyrëse dhe ruhet nga ushtar. Pronarët ndalohen të hyjnë në pronën e tyre. Nuk ka tabelë informuese për kufizimet, nuk ka shpjegim publik, ka vetëm forcë, heshtje dhe arrogancë. Dhe si të mos mjaftonte kjo, sipas denoncuesve, vetëm 5 metra larg banesave të tyre po ndërtohet një fabrikë municionesh për demontimin e armëve, një aktivitet me rrezikshmëri të lartë që sipas standardeve të sigurisë kërkon të paktën një distancë prej 1.5 kilometrash nga banesat. Në tabelën informuese të lejes ndërtimit ka objektin ndërtim i fabrikës së tekstileve me 2 kate mbi tokë, zhvillues Kajo si përmarrës MSSC Grup SHPK, kompani këto, që nuk shquhen për vizionin e tyre drejt tekstileve, linove apo basmës, përkundrazi për tregtimin e armëve dhe municioneve të rënda ushtarake. Vangjeli theksoi se Partia Demokratike qëndron në krah të qytetarëve dhe kërkon hetim të plotë dhe transparent, si dhe pezullim të menjëhershëm të punimeve.